Hynë në fuqi ndryshimet në ligjin për policinë e shtetit, të cilat prekin mënyrën e organizimit të strukturave drejtuese, emërimet në nivele drejtuese të policisë, strukturën e postës të policisë, si dhe sistemin e gradave. Një nga ndryshimet kryesore lidhet me drejtorinë e përgjithshëm të policisë së shtetit, me ligjin e ri pas përfundimit të detyrës. Ai mund të rikthehet në struktura drejtuese të policisë së shtetit, por nuk mund të riemërohet në postin e drejtorit të përgjithshëm. Ky parashikim ndryshon nga ligji më parshëm, i cili përcaktonte që drejtori i pas përfundimit të mandatit nuk mund të rikthehej në struktura drejtuese dhe mund të angazhojë vetëm në rolin e këshilltarit. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me emërimin e shefave të komisariateve dhe drejtorive. Sipas ndryshimeve të reja, emërimet do të kryhen sërish nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Ky mekanizëm rikthen mënyrën e parashikuar në ligjin e mëparshëm, ndërsa ligji i vitit 2024, i cili tashmë ndryshohet, parashikonte që emërimet të bëheshin pas zhvillimit të një konkursi. Ndryshimet prekin edhe strukturën territoriale të policisë së shtetit. Rikthehet struktura e njohur si posta e policisë, e cila ishte ndryshuar në kuadër të organizimit të mëparshëm. Ndërkohë ligji i ri sjell ndryshime edhe në sistemin e gradave të policisë së shtetit, duke rishikuar mënyrën e organizimit dhe funksionimit të tyre. Ndryshimet e reja synojnë të përcaktojnë një tjetër mënyrë organizimit të strukturave dhe funksioneve drejtuese brenda policisë së shtetit.